أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه اذكر هذه اللذات قال وما هي يا رسول الله قال الموت صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Në shumë dimensione, do të thotë Allah subhanahu wa taala e zbërthen kuptimin e jetës. Dhe në një vend në surën At-Tabara, që është e njohur, ka thonën ne ju kemi krijuar, do të thotë që t'ju sprovojmë në këtë jetë. Dhe nga sprova Allah në Kur'an ka thonën ne e krijuam vdekjen dhe jetën, që janë të paralele të cilat na shoqërojnë në jetë. Do thotë kjo është një përpjekje tash për ta afruar bindjen, domethënë afër një realiteti të injoruar, edhe pse është domethënë mjaft i përjetuar. Domethënë Allah ka thonë ne krijuam vdekjen dhe jetën që t'ju sprovojmë, t'ju shohim cili prej juve gjatë kësaj periudhe dhe këto etapa do të tregohet më besnik, më fetar, më i angazhuar, më i udhëzuar dhe i cili është i gatshëm të sfidon jetën, qofshin presione, joshje, e kojtmja, e tjerë. Ne kemi krijuar vdekjen dhe jetën që t'ju sprovojmë se cili prej juve bën vepra më të mira. Edhe pejgamberi alayhis salam shpesh herë përdorte bisedën që të informonte popullatën që mos të mashtroheni me veprimtaritë e ditës. Edhe të merr jetë e të harroj që ju thojke sahabëve përkujtoni nga njëherë atë e cila u shkatërron planet. Edhe kush ajo ja Rasulullah? Vdekja. Që duhet si besimtar me pasën në plan. Çdo njeri ka plane në jetë dhe besimtarët janë ata të cilët në listë të planeve e parashohin edhe vdekjen eventuale. Qafirat janë njerëz të cilët kur bojnë plane dhe diskutojnë, domethënë projekte e sende, nuk e parashohin vdekjen në listën e planifikimit të tyre. Edhe vdekja është një proces ose një akt i ndarjes së shpirtit prej trupit. Domethënë ai momenti i caktuar kur e lëshon, do të thotë, shpirti vendbanimin e tij. Domethënë vendbanimi i shpirtit në jetë është në trupin e njeriut ose të krijesës. Edhe vjen një moment i caktuar, urdhë dhe Allah subhanahu wa taala dhe duhet të ndahet shpirti nga trupi dhe kjo quhet vdekja. Përderisa shpirti, domethënë, bashkëpunon me trupin, është jeta. Do thash çdo këtë periudhë të shkurtër, domethënë nga ajo që e shohim në jetën tonë, ne jemi të vendosur përballë një sprove shumë të rëndë. Edhe ne, domethënë, kemi jetuar, ne kemi arrit deri në këtë kohë dhe vend, kemi përjetuar çdo njeri prej neve, domethënë gjëra, vepra, sende të cilat ata dashën me i gëlltit, me i tejkaluan, me sabër, me mirëkuptim, ndonjëherë me tolerancë, ndonjëherë me injorim, ndonjëherë me falje, amnesti, nuk e di, domethënë dashuri, mbështetje në Zot, duhet me gjetë një arsye për të mbetën besnik Allahut subhanahu wa taala dhe të mos e tradhtosh premtimin dhe besimin e Allahut dhul xhelal. Edhe jeta si proces, do të thotë, dhe vdekja nuk ka ndonjë etapë të quaj. Domethënë në analizë, në praktik, vdekja nuk është kusht që të paralajmëron. S'ka thonë Allahu kërkon në Kur'anin e Kerim, as pejgamberi i tij, as nuk është në praktik që jetoni të lirë për faktin se në prag të vdekjes do t'u çojë një inspirim dhe paralajmërim. Përgatituni se për shembull ke një afat 6 muaj, 2 vite, ndoshta do të dakordohemi, do të ishte shumë mirë për neve që të kemi afat të pendohemi te Zoti, të rikthehemi në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, të igrahim punëve të mira, e di në drejtim të Zotit të shoqërisë dhe të arrijmë dëni beneficion, ama nuk ka. Vdekja nuk të paralajmëron.
Allah në Kur'anin e Kerim ka thonë kur t'ju vjen momenti fa idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna wala yastaqdimun, dhe kur të vend caktimin të cilin e ka caktuar Allah subhanahu wa taala, as nuk vanohet, as nuk vjen para kohe, as një çast, vetëm në atë sekond kur ka thonë Allah subhanahu wa taala. Kjo neve na ban të ndjehemi të pasigurt për atë që quhet jetë, për planet që i kemi, për parashikimet tona, për investimet tona, për pritjet, arritjet e tona, dhe ana tjetër është kjo për besimtarët është një mbështetje e fuqishme që ne të mbetemi në rrugë të Zotit vazhdimisht duke e pritën vdekjen e cila nuk të paralajmëron. Edhe domethënë në jetë keni parë njerëz që vdesin krejt pa paralajmërim, tu nejt, tu hongër, tu pijen, tu lujtën, tu kënduan, tu ku ta diun, tap rap. Për ata jetin domethënë Allah në Kur'an që po e lexojmë që e tham një ditë, domethënë bani kujdes dhe përpjekje që mos ju zën vdekja ndryshe përpos duke qenë musliman aktiv dhe të devotshëm. Për faktin se është një sen i cili nuk të paralajmëron dhe ne nuk kemi garanca. Me lajkja kur e bjen shpirtin e një krijesë, domethënë të fetusit në barkë të nanës, në krye të 120 ditëve, e keni ndëgjuar hadithin i cili po ashtu është vërtetuar, do të thotë edhe shkencëtarisht, se atë vjen kodi prej Rabbul Alamin dhe vesh tjerave sa keme jetuar dhe kur vdes. A ditë, domethënë te kodi paralel kur vjen frima e Allah subhanahu wa taala. Dhe kur vjen ai momenti, tash a në zjarr, a në rrim, a në ujë, a në ajër, a në shtëpia, nuk e di, e caktuar është. Edhe sikur që kanë thonë domethënë aish ma shi't fa inna ahbib man shi't fa innahu mufariqu, a be shoqërou vllazërou miqësou be kat dush, një ditë ke munda. Dhe aish ma shi't fa innaka mayyit, dhe jetoni sa të duani, një ditë jeni të vdekur. Definitiv. Për këtë situatë është këtë ki libri i Zotit dhe pejgamberi Allah subhanahu wa taala, që ata njerëz që duan të takojnë Allah subhanahu wa taala me faqe të bardhë dhe me një kapital të nxeshur të veprave të mira dhe mundësisht pa gjunohe, sidomos të mëdhojët që i ka trasuar Kurani, është momenti domethënë më i mirë dhe kapitali më i madh në jetë. Sikur që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ku që sjell Zoti me dalën me dëshmi për kësaj jete, ai ka dalën me kapitalin më të madh që ekziston në këtë botë. Tash kohra dhe vende ndryshojnë, mentaliteti, fuqia e besimit shkon lart, shmajt ngjath, nuk e di, sot jemi këtu ku jemi. E kemi një botë e cila na sfidon mjaft dhe na ka gjetën lisht ka besimi vllai mirë, nga morali, nga etika, dashuria, organizimi, uniteti, përkrahja, dhe sot je shumë i gatshëm për me ra. Kështu ti të sulmon një element shumë i thjesht kur ndëgjojmë ai ditë të treja që nuk janë shumë të informuar me Kur'anin e Kerimin edhe nuk janë të udhëzuar në rrugën e drejtë, kur ndëgjon për mëkate se çfarë rrëshqitje kanë bën madhore për një sfidë shumë e vogël ose për një joshje që ka qenë qesharake dikur të kaluarën për gjeneratat e vjetra të ummetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ati mashtruan, gabojnë, dështojnë, hiç pa ndal. Për atë në mesin tonë është libri Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam. Vdekja nuk paralajmëron, pastaj pejgamberi alayhis salam ka thonë prej shenjave të kiametit është vdekja e papritshme, e cila në kohën moderne është shtuar shumë, pak kush e ka një moshë të kaluarën, shumë pak gati hiç nuk majnë mend që të ketë vdekën dikush pa prit. Tash mund të jenë ato muhabete se popullata ka qenë më e vogël e tash më e madhe, dinamika e lëvizjet lart poshtë nuk e di, ama ka qenë vërtet se përpara pa qenë i sëmur, e pa marrë vesh katuni e qyteti, në një kohë të gjatë nuk ka ndodhur me vdek dikush pa prit mas, shumë rrallë dhe hiç. Sot e ke hiç pa ndal. Pastaj për alameteve të kiametit pejgamberi alayhis salam ka thonë ka më ushtuar vrasja. Burri gruaja burrin deri te baba djali baba, në të tjerë hiç pa ndërprejan që janë bidate të patoleruara për ata që janë praktikant dhe që jetësojnë dinin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aq shumë ka me ardhën, thot pejgamberi alayhis salam, ka më ushtuar vrasja dhe vdekja, me vrasje sa që nëse e vesin e pyesin vrasësin pse e vrajte nuk e di, dhe të vrarin me pyet nesër në ahiret për çka të vran nuk e di. Domethënë mundet me dal
situata për kontrole mungesa e besimit dhe aplikimit të parimeve të Allah subhanahu wa taala. Ajo nuk ka, domethënë, nëse vdes në një moshë të re pa paralajmërim. Përndryshe procesi i natyrshëm i jetës sa se dikur ka një hadith. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, kujt i ka dhënë Zoti i imër 60 vjet, nuk ka arsye të ankohet nesër te Zoti pse nuk ka shpenduar. Mo çka po pret mu? Tash hadithi janë 60. Për kohën moderne 60 janë shumë. 60 është, si të them, absurd në këtë industri, e kam fjalën të ushqimeve, të veshmbathjeve, stili i jetës 60, nëse t'i ka dhënë Zoti, dhe nuk je drejtuar në rrugë të Allahut, dhe nuk je penduar nga mëkate, gjinohe dhe gabime e devijime, nuk e ke përmisuar veten, nuk e ke pa, domethënë, në lizë dhe analizë, në skener me e fut veten, ku i ke pikët e dopta dhe të fuqishme, cilët duhet të intervenohen, të përmisohesh, të ndryshojsh, i ke bo 60 s'ke ndryshuan fare. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, kujt i ka dhënë Allahu 60 vjet imër dhe nuk ka përmisuan, nuk ka arsye mi thonë Allahu subhanahu wa taala nëse ndaherët e po të më kishë dhënë edhe pak jetë do të isha pjek. Do të kisha pas rast mos 60 i ke edhe nuk je drejtuar. Tash po të them 60 nuk je drejtuar dhe vdekja nuk ka paralajmërim, për njerëzit e mençur mjafton besimi dhe ajo që vdekja në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Nuk e kupton kështu, e kupton ndryshe. Kur e kupton që ke fillu të plakësh, shenjat e pleqërisë, fillon të zbardhen flokët, të bien flokët, të ngandalsohet lëvizja, edhe tërhiqesh prej mejdanit të jetës, e zvoglon pjesëmarrjen aktive në shoqëri. Ke dëshirë të strehohesh, të tërhiqesh, e kupton. Të lodh puna e cila dje as si e ke marrë vesh. E ndryshon ritmin e ushqimit, ritmin e xhumit, të ulen kapacitetet fizike, psikike, fillon domethënë ngandalsohet çdo lëvizje në jetë, fillojnë të pengojnë gjëra që dje i ke pas merak. Me dalë në për kafe, shoqëri, vizita, ku e di unë, bregdet atje këtu me shëtit në mërbot, dikur, s'ke merak as me shku të vajza, kur të therën dark, të dhëndri. Do më thonë ti e kupton, nuk ka tu nevojë tash me ta quhen ti e special një profet personal ti e me treguan se ti do më thonë i afruan përfundimit, ose për shembull ke dalë në pension, që do më thonë nuk je i dobishëm as për vendin e punës që dje ke qenën më i miri i të gjithë punëtorëve që kanë qenë aty. Punët që dje i bajnë do më thonë me plot dashuri dhe pasion, sot nuk ke dëshirë me ndëgjuar. Dikur vën puna ngadalsohet, nëse ke qenë njëri që del 5 vakte në namaz, xhumaja duket tepërt. Është angazhim për ti. Është shumë investim i madh me mujt me dalë të premtë, se ndel as në xhami. Tash vdekja nuk tregon. Po jo tregon pavarësisht. E ban një mosh dhe tërhiqesh domethënë prej çdo gjë. Atëherë çka është apeli i kësaj për njerëz të mençur që lexojnë zhvillimin domethënë psikik dhe fizik të jetës. Sa më shumë që shkon, këto shenja as më tepër afrohen dhe as bëhen më të qarta dhe të izolojnë dhe të apelojnë nëse je i udhëzuar gjithë që po them. A që janë shipa udhëzuar, ai ka edhe pe atyre që vdesin me raki në dorë. Tash i dehur ka vdekën nuk kupton. I ka ardhur deka as në shtëpi publike dhe në automat. To e provu fatin. Nuk e çka i ban, Allah i udhëzoft, këtë janë Zotit. Po flas për një mendje e cila e lexon zhvillimin. Ti e ke parë se domethënë gjenerata e re ka hip, ka arrit të shafruan. Duhesh domethënë mu tërheq, me shlu vend, hapësir, nuk e di unë, janë ligjet e Allahu subhanahu wa taala. Domethënë në jetë nuk ka rahat. A di atë transmetimin e Ahmed, Imam Ahmedit që e tregova janë kur ka thonë kur bëhet njëri rahat me këto biseda. Ka thonë vetëm kur ta vendosni kamën në xhenet. Edhe vdekja për besimtarin është ikje nga një botë plot lodhje, pikëllim, ngarkesa, gajle, derte, arritje, pritje, friga, pasiguria, gjakderdhja, mungesa ekonomike, probleme jeta. Besimtari kur vdes shkon në xhenet në një botë të sigurt. Rahat,
as pleqëri, as sëmundje, as krizë ekonomike, as gjakderdhje, as mungesë të sigurisë. Vdekja për besimtarin është një dhuratë, është një hedije, është një shpërblim, një transfer nga një errësirë në dritë, nga një ngushticë në një hapësirë që Allahu ka thonën qiejtë dhe tokët, domethënë janë dimenzionet e xhenetit, hapësirët e tij. Për qafirin është kalimi nga një kënaqësi e përkohshme, nga një dëfrim, nga një përjetim, i cili ka qenë në blic si ëndër në një botë reale, krejt e errët, krejt të merr, dënim, frikë, pasiguri e tjera. Kur përfundon kjo dramë, që neve na kërcënon, e keni pa njëri si filloi me ditën, domethënë kërcënimin e vdekjes vazhdimisht e ka në plan. Te mos i pa qenë se po vdes, mos hina qenë se po vdes, mos e prek se po vdes, mos e ban se po vdes. Gjithnjë frika për asaj, as një çast nuk mund të ndjehesh, me thonë tamam, okej, unë jam. S'ke të drejta me thonë, s'ka unë jam. Sekund, shkon. Ka thonën pejgamberi alayhis salam, kjo dramë dhe ki kërcënim që na ka shoqëru në jetë, na kalon rahat, edhe kur flan me të dalë gjumit e një shqetësim, më njëherë aparatin të moti i shtipje në gjakut. I ndira ajo kjo, ritmet e zemrës mos po vdes. S'ke qenë rahat as njëherë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, Allahu dhul xhelal e merr vdekjen, me keni ndëgjuar këtë hadith, në formë të dashit. Do të thonë i jep një formë fizike që ta shohin banorët e xhenemit dhe të xhenetit. Dhe e vendos në mes xhenetit edhe xhenemin. Edhe i thret banorët e xhenetit, të cilët pejgamberi alayhis salam thotë zgjaten për me e pa, se bëhet kallaballëk me e pa vdekjen. Edhe u thot Allahu, a e keni pa këtë krijesë, e njihni? Ka thonë, po e dim, vdekja është. Nuk ka njeri që se ka pa. Dhe i therë banorët e xhenemit, a e njihni këtë? Po e dim, vdekja është. Edhe jap urdhër Allahu subhanahu wa taala dhe therr vdekjen. Sikur kurban, dash, edhe mo, nuk ka vdekje që e biseda që ki besimi pse unë s'pi alkohol, pse unë s'baj zino, pse unë nuk e shaj babën edhe nonën, pse unë i respektoj qytetarët, pse unë kam frikë prej Zotit. A mbaroj vdekja? Po, tash, kusha në xhenet, le të jetë i përjetshëm. Kusha në xhehenem, le të jetë i përjetshëm. Ditën e mirë. A ka frikë? S'ka frikë. Pse? Po sa është vdekja, mo, ka vdekja, ditën e mirë. Tash jetoni rahat. Ama derisa vdekja është në këtë ekzistencë, unë nuk mund të jem rahat. Unë nuk kam ndonjë siguri dhe plane afatgjate të baj. Ose ajo fjala, domethënë shprehja filozofike e pejgamberit alayhis salam, jetoni në këtë jetë dhe punoni e angazhohuni, edhe planifikoni e investoni, punoni, si kur nuk vdisni asnjëherë. Harroni vdekjen. Kur ampiqje kjo jetë. Ama kur është bitje bota tjetër, takimi me Zotin, pyetja dhe përgjigja, dhe llogaria ka thonë punoni sukur keni me vdek nesër. Tash që kjo ka qenë problemi, se ne nuk po mund ta barazojmë, ta mbajmë balansin, neve e kemi marrë një nën pjesë të hadithit të pejgamberit, punoni në këtë jetë, sukur asnjëherë nuk keni me vdek. Edhe është vërtet, ne jemi të punuon si sklever. Atje edhe gjermanët janë habit me neve, tash kushtimisht unë. Raca dhe komuniteti më i dashur për punë fizike, vetëm thuj gjermanit, jam shqiptar, numër 1 ja i pranum në punë. Definitiv, është pozitive, merrem i vesh. Është kënaqësi, unë kam pas rastin tash në komunikim me punë dhonësa të mëdhej, që s'ka qenë normal në Gjermani. Alo, okej, pika jeni ju. Po çeve shqiptar, o bitis, bujrën. Ama ne e kemi morë vetëm një pjesë të hadithit, punoni për këtë jetë, sukur nuk vdisni asnjëherë. Okej, faleminderit ja Rasulullah, kap jetën edhe ne nuk vdesmi asnjëherë. Po pjesa tjetër dhe angazhohuni për Zotin dhe botën tjetër, sukur keni me vdekën nesër. E jo kjo ja Rasulullah s'na ka konvenuar. Na e di sa angazhohemi për botën tjetër. Ditën e Bajramit, edhe dëni xhumo kur ndodhe pushim. E po tana kur të vjen në vdekja, thot po ki shkon i pastër të Zoti, i pastër. Asni sevap nuk e ka i pastëra, prej çdo sevapi.
Fiasko. Edhe, domethënë vetëm çato gjinoja që i ka me vete, edhe tash bojrëm ja pafsh hajrin të kohë me Zotin tan, inshallah ta fal, nuk e di. Ama muhabeti në Kur'anin e Kerim ka qenë i shtruar, do të thonë se ai i cili nuk do t'i përmbahet rregullave të lojës që i kam shpall në për libra e profet, dhe dëm shpërblimi dhe dënimi, dhe më thonë, është hak i Allah subhanahu wa ta'ala. Vdekja, thot, është një realitet i cili po injorohet. Nga mendësia e gjeneratave të reja, nga stili i jetës dhe mungesa e besimit. Krejt e dim, ka vdek baba, nonna, vllau, kushia, minxha, axha, i pandal, vdesin njerëzit, ti ala mundohesh me kokforsion tënde dhe me ignorancën e thellë dhe gafletin, ti do me ignoru vdekjen. Vdes nona e varrosit sikur s'ka ndodhur kur gjë. Vdes baba, ki nuk i apelon këti kur gjë. Këtë familja i zhdukën kja, la se kupton, s'do me kuptuar. E vërteta, e pranishme, e ushtruar, e përjetuar dhe e përsëritur për çdo ditë, dhe prap do në me ignoruan vdekjen, nuk do mu përgatit, nuk do mu drejtuar, nuk do me njoftën Zotin. Pik, s'do me i përzije, ka ujdis një standard vetin. El muminu janë të kilomintabi dunja, do më thonë vetëm vdekja të rahaton. Ta shadi sikur pejgamberi alayhis salam, kur ka thonë prej suneteve në xhenaze, kush ka vdek, thot, preferohet sa më shpejt me e qua në varreza, me vendos të shtëpia e ti e fundit. Si të ketë qeni mirë, e qojmë më herët në xhenet. Si të ketë qeni keq, e hekim më shpejt prej këtu, të mos na provokoje edhe më tutje. Në të dy raste, duhet me shku më shpejt, ama të besimtari e kam fjallën nëse venaj moment, dhe ti ke qenën i përgatitur, dhe ti ke qenën parimor, dhe ti ke qenën prej hadithit të pejgamberit alayhis salam, wa shabun nasha fi ibadati rabbi, dhe një i ri dhe e re që ka qenën besimtar, jo kur të mi bajsh 60 vet, 70, po ama këto 50 mesatarja. E tjaj kur i kish vdekën baba Gjumon, edhe ish mërthit fort për babën e vetë. Edhe shkon hoxhës mbrëmjet e shtëpia, aga hoxh, e që Gjuma proma ka vdek, a dënojnë, a mëshirojnë, ka fa, me vdek Gjumon është, do më thonë, kategoria shahidit kushtimisht. Aj hoxha, okej, bet birë, e mëshirojnë Allah, ka rahmet e ja falë, atë këtë, kja pe, ama e ngucin, se ngucin e djetë Gjumon, dikur kështë në këshirët i gjali mirë. Sot është e Gjumon nuk e ngucin, ama nesër është tonë, kështë tonë, e djegin kejtë po të kalzoj. A je i përgatitëm dhe një i ri, ati neve, dhe më thonë në gjallare, pengambere, njërët, në ranë dhomë të thonë, këtu ka diqka, dhe një i ri dhe re, që ka qenën parimor, jo kërë i bojë 70 vetë, të kalon fuqia, psikike, filozofisë, s'ka qetën ku me shkuën, a unë e qartë e kam, në 70 vetë, nuk ka hapësirë që të pranon, as shtëpia s'don, për kafe mos je, ku të shkojmë? Në xhami. Tash duhet me analizuar, a është nga dashuria, a është nga besimi, a është nga pendimi, apo është nga ajo që as kush të pranon. Kujt i duhesh ti? Ti si duhesh as gruas tone, as fëmijëve tu, as institucioneve të kanë zjerë, as ndërmarrë fabrika. Tash e ke bon ke bën xhami. Po ai hadithi dhe një i ri dhe e re që e ka kaluan jetën në disko, në shtëpia publike, në haram, pa namaz, as gjumo, as Ramazan, as marre, as respekt, as dhikër, as kuran, s'ka njoft kur gjo. Që ne, e kam thonë dhe regjistrone, mos lejoni familjet e juaja kështu t'i përcjellin në botën tjetër. Se neve kërë më vdesin njerëzit, është prej sunetit, me thonë ka qeni mirë, kushtimisht. Nuk ka, pejgamberi alayhis salam ka thonë, mos ja numroni të këqijat të vdekurve tuaj, që unë e kam njoft, ka qenën i haramave, ka vdek, tash unë dalë të thema, është ndaluar, dush me thonë ka qeni mirë. Ama realiteti, qëtëra, sjellja, bontoni, kultura ime,
që unë nuk e ka ndalu pejgamberi me ja numëruar dikujt këshillet. Amo realiteti kur po i përcjellni ne do. Pejgamberi alayhis salam ka thonë parën herë kur të çohesh për vorrit çati. Allah komt pat lëviz. Hop, bismillahirrahmanirrahim nalu. Namazi hadith që sa herë po e themi të parën pyetje që jo bën Zoti kur të çoheni prej vorrit pa lëviz komën hiç. Ndalu. Namazi i mira kon. Okej, namazi po në punë jam kon. Po xhumoja në punë jam kon. Ramazani në punë jam kon. Këto Kur'an farzët dhe këto parime themelore i kon punë. Por rakia keton zinoja të as i kon puna. I mençur ashaj i cili këtë jetë e trajton si që ka trajtuar ai që e ka krijuar. Dhe këtë jetë e shfrytëzon si një urë për të kaluar nga ky fshat në tjetrin, nga ky qytet del në tjetrën botë, në tjetrën qytet. E trajton jetën si një instrument, mjet dhe mekanizëm për të fituar xhenetin. Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë dunjoja është bahçja e ahiretit. Këtu mbjell, punon, ujit, kujdesesh, del në botën tjetër sezoni i korr. S'ke mbjell kur gjo, ka dartë korrat, bota përgatitën, e ujdis hambarin, i merr thast, e gjon kombajn, edhe mjetet e transportit edhe e mush shtëpijen me mall. Se ka mbjell kur adasht. Ke nejtën, kur të korrin bota, i fërkon sit, e krun kryen. Si që ban. Ama unë kam pas biznese, jam kon shumë i suksesshëm në Bremen. Edhe kam pas kujt unë firme, pare, kapitale, shtëpia, makina, këtë rregull robima, të kanë qenë mia, ti kam dhonën, se i ke kërkuar. I ke kërku, ti kam dhonë. Ama ti edhe xhenemin e kërkoj që ish pa ndal. Tash unë edhe ata duhet me ta dhonë, se ma ke kërkuar. Nëse ke kërkoj që xhenetin, do ta jipsha me çato parime që ishin në Kur'an edhe në sunetin e Resulullah alayhi salatu wassalam. Ja qaum innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Në një ajet Allah ka thënë: "O popull, kjo jetë është e dëfrimit, e shkurt." Kalimtare. Jeta e vërtet dhe shtëpia e vërtet ka thonë është në botën tjetër. Me një ajet tjetër: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Nëse merrni jetën që ne jemi në një rrugëtim drejt xhenetit, do të thonë me dimensione shumë të larta, udhëtim i lartë, ka thonë Allah në Kur'an, dhe mobilizohuni për këtë rrugë, merrni ujë, tesha, batanie, përgatitu, a vjen dimër, a bon nxehtë, a mbetesh në rrugë, merrni parë, merrni diçka me vete, përgatituni se në rrugë nuk dilet durt në xhepa. Me një fjalë, në botën tjetër nuk shkohet pa sevape, pa vepra njerëzore, humane, hinore. Hapi, berfli qushko hapi, kur gjo hiq. Në 24 orë, kur gjo. Dhe shumë 24 orë, kur gjo, edhe gjon vdekja i papritur dhe nuk t'ja për rast mot përmisohësh, edhe ngel, pasha Zotin ngel. I pa udhëzuari, është ai i cili nuk e kupton filozofien e jetës që thash, i vdesin se kupton, plakët se kupton, nuk udhëzohet. Ai mendon se kjo jetë është A edhe Z, pik. Këtu, çdo gjë fillon edhe mbaron sikur që kanë thonë qafirët në Kur'an, in hiya illa hayatu dunya. Ajo vetëm një jetë. Do të thonë lindjen dhe vdesim, bohemi dhe zalla ditën e mirë kur e provokojnë pejgamberin alayhis salam. Mendësia dhe filosofia e pabesimtarit mushrik e mirëshit dhevin zërërën e Saharas edhe kështu pëshësht i thëshin pejgamberit alayhis salam. Pa qështu kur të bohemi në rinjallë Zoti, po mëre në rinjallë Zoti, s'doshin me besuan. Okej. Ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika hum adh-dhalimun. Ata, do të thonë qafira dhe mushrik janë njerëz të cilët Zoti pas një këmbgulje të tyre, do të thonë, dhe kokë forcie që s'donin me besuan,
Zoti thot ata janë kategori njerëzit të cilëve ne u avullosëm mendjen, syt edhe domethënë vesht. As nuk e shohin, as nuk e njohin, as nuk e kuptojnë më të vërtetën. Fol gjithë ditën pa marrë parasysh çka ndodh në hapësirë mjedis, nuk udhëzohet ditën e mirë. Ato janë, domethënë jahannam li. Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Këta njerëz e njohin realitetin e jashtën të kësaj jete. Që thonë Allahu në Kur'an. Këto e njohin vetëm jashtë botës jashtë. Ka me hongër, ka me pi, jam i sigurum, është shteti, janë institucionet, Bashkimi Evropian, të drejtat, liria, siguria, i ka bo Zot këto. Ama kinë vesh për jashtë. Ki s'ka hi mrena me pa realitetin se edhe mbreti vdes, edhe ushtaraku vdes, maj madhi që ka qenë. Kur t'i vjen momenti para madhërisë së Zotit nuk ka, ma me faraon, me Karun, me pengamer, me e galvas, ki nuk do me njoft realitetin. Allah në Kur'an ka thonën këto njerëz veç janë drejtuar, domethënë për rrugën për të cilën ishin përcaktuar. Këto ahiretin nuk e kanë në plan. Pejgamberi alayhis salam ka thonë kujtone më shpesh vdekjen. Bajani muhabetin ka një herë. Ati të punua, të fitua, të koni rije, ama adi me flitiru tash, adi, është mirë ka një herë dikush me përmend, adi. A shumë nga për rastet tash ato mediat, adi, kur po vdesin do 3 janë në për disko, kur po djegët, po shembët, tanka ti, tash imagjinoje me në zonë vdekja dikun, që ati dëni 3 tonët. Edhe nesër normal do të me përgatit gjenazën, që shika hije si pas standardeve të dinit tonë, me pastruon, me e falë gjenazën, me aprit njerëzit, me varros, e me vendos, e me lu Zotin, ama ku ka vdek? Në disko ja Rabbel Alemin, u shem, tak ati, edhe djali musliman, edhe vajza muslimane. Me rakije zino. Ja. Ta që ati teoria sa dush, praktika pejgamberi alayhis salam ju thoi ke shkoni ka vorrët ma shpesh, mase kështu s'po kupton, shkoni vizitoni të vorrat, prinde ato të familjes që i keni e shefat të vërtetën pak edhe realitetin, edhe ruhoni edhe bëni kujdes për atë ditë kur të ktheheni te Allahu subhanahu wa taala, të keni parasysh dhe në plan atë ditën e vdekjes dhe ditën e takimit me Allahu subhanahu wa taala, edhe bëhuni në jetë sikur të keni qenën kalimtar të rastit, jenis me shku dikun i nalë mbremen, me pini kafe, me hongër një dreke darkë se i lodhën, 10-15 minuta edhe e merr makinën edhe vazhdon rrugën. Çka ka çan kjo jetë? Pejgamberi alayhis salam e kanë vetë në ka thonë sikur një njeri i cili nis në rrugë shkretira, lodhën edhe ka pa një pemë andal në hijen e pemës me pushuan për të marrë pak energji, me vazhdu rrugën, çohet, shkon. Thotë çaj qëndrimi në hijen e pemës, ato 5 minuta e ka emrin dunjë. Mos u habitni, mos ju habit jeta, ma në besimin, kaponi për Kur'anin e Kerimin dhe pejgamberin alayhis salatu wassalam, e inshallah Allahu ju drejton në udhëzon të gjithë bashkë. Të vdekurit tonë, Zoti i mëshiroft e këto që kanë betë, Allah i drejtoft,